Qytetin e Elbasanit është ndezur flaka olimpike në një ceremoni hapje të zhvilluar në ambientet e stadiumit Elbasan Arena. Nxënës të shkollave 9-vjeçare të këtij qyteti u bën bashkë në këtë javë të rëndësishme për sportin, duke ndezur në mënyrë simbolike edhe flakën olimpike, si shenjë e frymës së garës, bashkëpunimit dhe fair play-t, të pranishmit vlerësuar në rëndësinë që sporti ka në edukimin dhe formimin e të rinjve, duke theksuar se aktivitetet të tilla nxisin jo vetëm aktivitetin fizik, por edhe disiplinën, bashkëpunimin dhe shpirtin e ekipit. Gjatë ceremonisë nuk munguan performancat artistike dhe entuziazmi nxënësve, të cilët sollën energji dhe emocion në stadium. Jemi sot në këtë aktivitet kaq të bukur të organizuar me mbështetjen e Akademisë Olimpike, të cilën gjerasin ta falenderoj fort, me mbështetjen e Bashkisë Elbasanit, patjetër të Ministrisë së Sportit dhe të Kulturës, Ministrisë së Arsimit, por dhe të gjithë stafit arsimor të zyrës vendore të Elbasanit, nxënësit e shkollave tanë, të cilët janë të mrekullueshëm dhe ne kanë zbukuruar këtë ditë ceremonie hapje jave olimpike. Kjo është një javë përgjatë së cilës të 57 shkollat e zyrës tonë arsimore do të ndërmarrin në ambientet e tyre lojrat olimpike, lojrat të gjitha disiplinave për të kulmuar ditën e fundit të javës, ku do kemi një finale dhe patjetër do kemi të shpërfaqur nxënësit më të mirë me performancat më të mira dhe më të arritura. Është gjithmonë kënaqësi të jesh në qytetin e Elbasanit, sepse puna me mësuesët e Elbasanit ka filluar që me trajnimet para një muaji, pra ishim në një punë përgatitore për të arritur në ditën sot, ku do bëjmë çeljen e javës olimpike dhe në mënyrë simbolike me rrugtimin e pishtarit, nisim nga ky moment në të gjitha shkollat e qytetit të Elbasanit, duke simbolizuar kalimin e flakës olimpike në të gjitha shkollat dhe të njëjtën kohë demonstrimi i vlerave olimpike, misi, respekt për sosmëri. Sigurisht të gjithë nxënësit do të performojnë sipas aftësive, po aty ku ka më tepër rëndësi, gjithëpërfshirja dhe fair play. Unë ju uroj suksese. Partneriteti sigurisht është shumë i rëndësishëm, mbështetja është shumë e rëndësishme nga Drejtoria Arsimore e Elbasanit, sigurisht nga Bashkia Elbasan dhe gjithashtu partnerët tanë më të rëndësishëm, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Sportit. Kjo javë sportive pritet të sjellë aktivitete dhe gara të ndryshme mes shkollave të qytetit, duke kthyer sportin në një pikë bashkimi për të rinjtë e Elbasanit. Ceremonia e ndezjes së flakës olimpike shënoi kështu nisjen simbolike të një jave të mbushur me energji, garë dhe mesazhe pozitive për brezin e ri.